Dust ju prezanton DV Parket FS44. Ngjitësinë më të mirë të parketeve. Pasi kemi bërë nivelimin e shtresës, që në rastin ton bëhet me produktin Technoflor, nisim me përgatitjen e DV Parket. DV Parket është një produkt bikomponentësh. Përgatitja e tij bëhet duke përzierë komponentin A dhe B. Pasi bëhet përzierja e parë, produkti lihet në qetësi për rreth 10 minuta dhe më pas bëhet përzierja e dytë, duke përftuar kështu një masë homogjene dhe pa kokriza. Sipërfaqja jon është e sheshtë dhe natyrisht e tharë. Nisim me aplikimin e produktit, i cili hidhet mbi suportin ku do montohet parketi dhe shpërndarjen e tij e bëjmë me një mallë të posaçme me dhëmbëza të vogla. E rëndësishme është që shpërndarja të bëhet sa më e njëtrajtshme, në mënyrë që edhe ngjitja e parketit të bëhet sa më kompakte, duke realizuar kontaktin e nevojshëm në çdo pjesë të parketit. Pasi kemi shpërndar DV Parket në sipërfaqen që nevojitet, nisim vendosjen e parketit duke u kujdesur fillimisht të ruajmë edhe distancat nga muri. Produkti karakterizohet nga një punueshmëri shumë e lehtë. Ngjitja e parketit me DV Parket FS44 siguron një ngjitje të qëndrueshme që i reziston të gjitha kushteve dhe garanton kohëzgjatje të përhershme. Produkti është shumë miqësor dhe ju krijon mjaft lehtësi gjatë punimit, për shkak të kohës së gjatë që ju keni në dispozicion për shpërndarjen e tij. Kjo si pasojë e formulës së veçantë të reaksionit të dy komponentëve. Pasi bëhet ngjitja e parketit, kemi edhe vendosjen e plintuseve, procedurë e cila bëhet pas tharjes së plotë të ngjitësit. Temperatura e aplikimit nga 10 deri në 35 gradë Celsius. Konsumi 1 litër për metër katror. Koha e tharjes së plotë është 24 orë. Paketimi në kova 5 dhe 15 kg. Jetëgjatësia 24 muaj. Temperatura e ruajtjes 5 deri në 35 gradë Celsius. DV Parket FS44. Ngjitësi më i mirë i parketeve.